një shqetësim serioz, i cili lidhet me veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtojë jo vetëm bizneset të caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë viteve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi i kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rrjeti llogarish që kanë ndërtuar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogari dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrëmë dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshimit, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga ana jonë dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë dhe identifikuar nga ana jonë dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregues kyç që po analizojnë nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje e organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit.